jeni? Duro, Zem, duro. Ja fshati. Dale. Ja ku erdhe. Ke kohë që prej do trim? Që në mëngjes, zotëri. Të paq me punë ka bërë kapetani yt. E mbajti fjalën si burr. E ka mik me kokë. Më ka shpëtuar një herë nga kusarët. I më mbesësht. Po mende nuk ta merr përse po kthehet në mëmëdhe. Po ty si të quhen o trim? Kajo, zotëri. Ky është pragu ku kanë lindur gjyshërit dhe stërgjyshërit e tupi. Bekoje këtë prag. Dhe madhko hasmin e madh që na bën të kthehemi në mes të errësirës në vatrat tona. Stefan Bir, sa më ka marrë malli. Hajde, hajde, hyni. Merë. Oh, da finë bi. Përbes. Do të kisha njohur edhe në mes të 100 vashave. Hajde, ullun. Sa vite u beno, Stefan, që nuk jemi parë? Po një 6 më duke. Por prapën e pëmblidhemi. 20 nga 20, 20 nga 20. Thanë se e shkullin dhe e shkelën lidhjen shqiptare të 1878 në Prizren. Por jo, po mbin bariri, po mbin lule të reja në këtë vit të 1891. Ne jemi me Abdyl dhe Samin i ndenjën në pranë Dafinës dhe ndihmuan të gatitet të mësojnë se për Shqipërinë. Ne jemi e firmosit diplomën në Ministrinë e Diturisë dhe a dha vetë Çupës. Të puthin dorën dhe na e lan amanet. Filloni. Gjuha jon, sa e mirë, sa e ëmbël, sa e gjerë, sa e letë, sa e lirë, sa e bukur, sa e vlerë. Ja kështu. Motit të shkuar dhe fshevrazi, të kam zënë edhe ty Stefan, edhe ty Dafin. Buron gjua, buron. Po bën 50 vit që e vetari Veqilargjit po hapet faqe më faqe. Tani kemi dhe abecene na imit. Buron gjua, buron. Stefan Bir, nuk më thua, qa bere ke për perandorin Osmane? E qa bere mund të presësh nga i sëmori Bosforit. Lëngonë, thërret, e ndjenë që po mbytet dhe kërkon të na marrë dhe ne me vete. Po bota qëtot? Bota. Bota kërkon të rëmbejt çopra për vete. Si gjithi një, more birë, si gjithi një, jetim, kërkojnë të nalen pasy, pagoj, pavesh, po Shqipërinë do të shpëtojmë. Këndo, Skënderbena, që s'ka patur shok në jetë, që nasoj më venë, kordëtari i vërtetë.
mos mallin, po kërkojnë Stefan Bardhin. Ka jo. Shoqëroj për në shtëpinë e Lonit. Kaloj nga përoj. Ta finë, merrem besën time për mësojnëtore. Ik birik. Pa merak. Vdekjen e kemi pranë, por ajo është vdekje e vogël. Kurse vdekja që rëmben popull, ajo s'do të në arri do të kur. Isu po mnie. Andonia? Andoni? I djali I pëllumbëve. Qëra ta I gjagjajt. Po ti që nga bërë goxha burë, mërë juruan. Po pëllumbët I ke? Aha, I kam. Po I ka sa qoj çantat e mësojnëses. Dafin. Ndodhë si ndodhë, vetën tënde mos e humbë. Ja I shtrime? Jam. Do të bashkohemi prap kur ta shohim punën piskë. Pa mendoj një herë sa vetë na përhirojnë ne. Pam ke mua, Samin, Naim, vjershat e ti. Dëgja Stefan, po mua s'mo zere numër? Qërë ta I gjagjajt. Miru pafshim. Miru pafshim. Hiç kefkeder mos bëj efendem. Hiç kefkeder. Kam dhe nuk do t'i zën. Zoti qoftë me ju.
s'ka mbetet, mishi tretet, mishi tretet, ko s'ka mbetet, mishi tretet, ko s'ka mbetet, mishi tretet, ko s'ka. E jam mas me. Atje do të këtë ndisesh. Njerë një kohë ti ke shërbyer mirë kishës shenjt. Mos haro se unë të kam shpëtuar nga thonjtë e myte Sarifit, nga borxhet, nga skamja. Edhe këtë nuk e kam bërë ashtu kot. Ti e di mirë. Perëndia të la pa grua. Pa ka të ndi. Beta fëmijë të rëckosur këmë zbathur si mos më keqë o Zot, sepse dhe ti e ke lënë Perëndin. Perëndia do të t'i japë po t'i japësh. Ajo do të bëj përsëri njeri si të gjithë njerëzit e tjerë. Ke dëgjuar ndonjëherë për Stefan Bardhin? Pra shumë mirë që nuk ke dëgjuar. Mbathja tere këto këpucë, se ke rrugë të gjatë për të bërë. Paq bekimin tonë.
Ja, ajo atje është shtëpia ime. Ku? Ajo me të bardhë. Tham ta ngrem atje mësojnë toren, po nuk i dërgon njeri vashat atje ku ka djalë brenda. Më vonë, menduam që ta ngrem te shtëpia e një mërgjimtari. Afër, 2 porta mandej. Mirë se erdhe, bile nënas. Sa që në kërkeritur dhe zbukuruar, më i bi. E morën vesh që ndoqën Stefanin. Të ka i kur zemrat ke që nëna. O shpirti nënës. Këta e shok të Andonit. Ju ka ipur në kokë që të nashurdojnë ditë e natë, më i bi. Do ti mësojmë dhe t'i këndojmë këngët tona në mësuese. Hajde, urdhroni, hyri. Kjo është shegat ke që nëna. Qupa e Stefanit. Skolin të bëm gati. Edhe bukë do të asili me radhë se s'ke ku del. Pajtit ke që nëna. Ullu këtu ti. Ha, moj bie nënës. Ne me zi po të prisnim. Ti nuk e di se ku po futesh dhe ku po vjen. Në nxyra të mbëdhau ka ndodhur burrave që kanë dashur të hapin skolin e djemve. Atë dhaskalin e kolonjës e kanë shtënë në vargonjë. Edhe skolisë së djemve i kanë edhur një katinar të madh dhe mësojnë si ishë në gjyqë. Hape mbyll skoli, kape vrit njerë su bë kjo dynja. Në ndjellë zemra të ligën. Edhe zotin Beqet. E kapën me njerë sa shkeli këmba jote këtu. E po mja, moj Arthur. E më mirë të mirë. Po ju s'prishni, më djem. Shkoni dhe lejmëroni veç më veç për mësojtore. Hajde. Zëndo Stefan Bardhin. A i do të qëllë mësojnëtore në shqipe të vashave. Solla dhe mësojnë se ndafinën. Digjo, nuk e kam për vete, po për Shqipërinë. Po nuk shkove e para në shkollën shqipe të vashave? Ua, Andon, po ti di që unë jam vajzë mbyllur. E mbyllur. Ajo ka lënë shtëpinë dhe prindit në mërgime. Dhe ka ardhur këtu për ne. Dafina. Plaq në vend. Kërkoj zotin mi të Sarif. Sabër, sabër.
Kam ardhur për mësojnëtoren shqipe Dvashave. Një vajzë apo një hanëm kam përpara? Një vajzë, zotëri. Vi nga manastiri. Ullëni, zëjushe, ullëni. Rruga nga manastiri ishte largët. Si të quajnë? Dafin. Frënge? Jo, shqiptare. Bukur shumë. Arnaute. Pra, ti do t'jesh mësojnësja? Po, unë. Mbarova shkollën për mësojnëse dhe u ktheva në viset e mia. Do me thënë në një stan i madh me burra të Zot, të kanë nxjerrë ty para gjymetit. Ti do të mbarosh punë. Më vjen keq për ty, zojushe, dhe do të përkra me gjithë zemër. Edhe unë po t'isha në vendin tënd, kështu do të bëje. Do të ndihmonja gjuhën time në prag të vdekjes. Gjuha jo nuk po vdes, zotëri. Shqipja është nga gjuhët më të vjetra të Evropës që nuk e zhduku asgjë. Gjuha juaj po zhduket, hanëm zojushe. Dynjaja ka qindra gjuhë të vdekur. E si mund të roj një gjuhë që nuk shkruhet. Jeni një popull shumë i vanuar, hanëm zojushe. Mirë, po popujt e tjerë nuk e presin dot. Këto fjalë bota i thonë për perandorin tuaj, zotëri. Vërtet jemi ca të vënuar, por jo për fajin ton. Prandaj duhet nxitojmë. Shqipëria nuk ka qenë kështu. Lepe? Kush? Shqipëria, zotëri. Mos flisni për Shqipërinë nëse nuk është. Më falni, unë pandeha se shihni atë për ditë. Këtu kini lejen e valiut të manastirit dhe iraden e sultanit. Mund të shkojmë, zotëri? Me njerë, po si? Sultani lëshoj iradenën dhe unë i për ullur i ti do të zbatoj. Kush e di me sa gjake kanë paguar iradenë shqiptarët. Ata kujtojnë se ne tani nuk kemi çfarë të bëjmë. E pra ne nuk do të lëmë hapjen e shkollës shqipe. Ja se bebi, këtu kam urdhën për burgosjen, ndjekjen dhe syrgjënimin e të gjithë atyre që kanë libra shqipe. Karar! Më lejoni të them se kjo zonjush ka ardhur bashkë me Stefan Bardhin. Që kryeson shoqërinë për hapjen e shkollës shqipe dhe që është i dënuar me vdekje. Dhe që dhjakut me despotin merren me të më tepër se aty. Karar, edhe pse s'there gjunë. Tani u ka ardhur radha femrave të ben për qarset perandorisë. Dhe ja ku po ta them sot, dua kokën e Stefan Bardhit. Ai na ngre krye njerë në Kolonjë, njerë në Shkodër, njerë me djeme tani me vajza. O zumë atë, kjo hanëm zonjushe do të mbetet një rrenjë pa ujë. Lidhni të gjitha rrugët. Kokën e Stefan Bardhit e donë të pësi sultani. Dhe mos harro, se ujtë e Gamiles tënde pososet, dua kokën e Stefan Bardhit. Si urdhëron. More Vani, po kush është, more? Ta dishti, kush ka ardhur, ta dishti. Hajde, spita.
Shpupe gjyshit. Aty yt ka kaptuar 3 male e ka sosër këtu fsheurazi. Baba! Ja, ja. Shpirti baba. Sa më ka marrë ma. Po më në fund të pash. Kujt je ti, Qup? Stefanit. Stefanit? Po, Stefanit, kujt është? E Mihali. E Mihalit, a? Po Mihali ka patur stërgjysh. Skënderbeu na ka treguar gjatë divani mua. Shpirti babait. Po mirë, Dalinën që keti. Mësoj se. Po ku është tani ajo? Çfarë po bën? Po rregullon? Mësojnëtore. Po do shkosh ti atje? Aha, do të shkoj. Mirë shumë. Dhe që të dish ti Qupa e Stefanit, babaj do të zhduket prap. Do të fluturoj, erë do të bëhet. Po kur të kthehet, do t'jetë ndryshe. Po ti do t'a presish? Pa. Po ti në akşam do të kthesh? Si the, akşam? Po jo akşam. Ne kemi fjalën e bukur shqipe në mbrëmje. Pa përsërite? Në mbrëmje. Ashtu. Shpirti babait. Të kërkon një burro, Stefan. Është një abanxhi, s'ka shumë kohë këtu në qytet. Është fukara, është puar fukarajt. Ja kanë vënë në ofkën Koska. Po le të hyj, Jovani. Le të hyj. Hajde, Koska, Koska. Babi im është i mira, ma i mire nga të gjitha. Urdhëro të hyr. A bëni halal. Mirë sabë. Po unju dhe unju. Ju kam ardhur vaftësës. Po që është ajo? Gjërsa na gjetën në buk, të regom se të duam. Zotëri, kam ardhur të më zografisësh një letër. Do të vi dita që ti vetë ti shkruash fjalët e tua me zemrën tënde, more japanxhi. Po nën, ke? E kam larg të humbur. Po fillo dhe fillo se ufto. Po nga miqtë apo armiqtë e mi e more vesh ardhin time? Nuk e di. Ke fëmi? Të të roj. Kuj do t'i shkruash? Nënës, zotëri. Nënës. Pa provoj t'a shkruash vetë. Provoj, mos u druaj.
Da. Këto janë ato shkronja që duan t'i shuajnë, e nuk i shuajnë dot armiqtë e vatanit tonë. Për këto në ndjekin e në shkretojnë. Stefan Bardhi, largohu që këtej. Ty do të vrasin. Në mos unë një tjetër. Mua më dërguan këtu për kokën tënde. Ata nuk duan shkronja. Ata duan tru të derdhur. Stefan Bardhi, jam në dorën tënde. Cilët të dërguan të kun? Despoti zotëri. Kanë 450 vjetë që po përpiqen të aprishin Shqipërinë. 450 vjetë që po kërkojnë të na aprishin me njerëzit, po nuk na aprishin dot. Zotëri, jam në dorën tënde. Shkoja, Banxhi, shko se të presin fëmija. Shko e folu për Shqipërinë tonë të mirë. Unë po shkoj që këtu kaju. Kurse ti do të qëndrosh. Me kapetanin tonë do të bisedoj unë. Qëllimi im sos kur të hapet shkolla e vashave. Përderisa unë jam në sytë e dushmanit, po da fina vetë. Ti e di që ajo s'duhet rrezikuar. Pa duhet hapur shkolla. Duhet mbledhur fëmijët në fole. Kur ajo ka, populli e mban. Po edhe një mbrojtje e doma. Ty atje nuk të nje njeri. Ti do të qëndrosh në këmbën time pranë Dafinës. Që të në lidh le të vija ndoni. Ti do të përgjigjesh për jetën e Dafinës Kajo. Do të them si luftëtar, si atë, si njeri. Po shpëndik shumë, more, se në nëzuar të mëndë me këto kuri. Që t'je madhe. Qka ndodhër? Asgjë, zonjushe. Asgjë. Kam dëgjuar që këtu do të hapet një shkollë shqipe. Do të hapet. Mora vesh edhe unë në shtëpinë time edhe thash ti lutem zonjushës, të bëjmë kafaz i saj. Kafaz? Po ne s'kemi filluar akoma, mor njeri mirë. Bëni se vap, zonjushe. Jam njeri hallexhi. U mor njeri, po nga na vjen se nga veshja nuk më dukesh tamam nga na jonë. Vin nga malet, zonjushe. Ande nga dimri ka filluar. Po nuk na ke thënë je beqara i martuar se s'dim gjë për ty. Them të ri beqar, zonjushe. Të mos martohen. Mendohu paq njeri mirë. Këtu s'ke asu i burimi as erpishe. Jam menduar, zonjushe. Jam menduar. Hajdeni, cupat e gjyqësit. Dafin, moj bi, regjistromi dhe këto mbeskat e mija, Ervehen dhe Xhemilen.
Mere dhe këtë mangall. Mere. Nuk ishte tjetër gjëgjyshi për skolin. Dafin, moj bi, ne kemi qindra vjetë që na është fanepsur kjo skolin e ndër. Pa quratën, bi. Pa quratën. Unë të kam sjellë ca perde për skolin, moj bi. Rrofsh, moj nën. Unë nuk kam fëmijë për skoli. Kam vetëm një djalë të rritur. Vetë kam sjellë një kostum dardar. Kush e di? Do t'i duhet skolis. Jo, nën, mbaje për vete. Aman, mos ma prish. Do mbete me pishma në zemër. Faleminderit. Merre edhe këtë llampë. Mbasi do t'i duhet skolis. Dhe spoti na dërgon një urdhër. Këtu janë emrat tanë për të paraqitur në kish. I thoni dhe spotit se unë për vete nuk shkoj. Mallkuar qofshin të gjithë ata që kanë lënë rrugën e Zotit. Mallkuar qofshin të gjithë ata që kërkojnë gjuhën shqipe. Ajo nuk jeton në mbretërinë e kishës dhe Krishti nuk I ka dhënë bekimin. Qofti aforisur prej Perëndisë gjithë pushtetëse të mbetet I patreqën dhe kotru pas vdekjes, edhe të mos shohet të mos bëj përparim në tërë botën sa të pendohet. I vavë të shpirtin skëter dhe mallkuar qoftë Stefan Bardhi dhe vajza e tij Shega. Orofea e Kostaqit, Rakua I Sotirit, Althula e Kozmait, mallkimit I ndjekë burrat në rrugët e Kurbetit dhe gratë deri në brumin e bukës të magje. Këto do të vinë, të gjithë. Vani, Ytë shoq, edhe Andoni,
Ytë birë, edhe Stefan Bardhi, këtu do të vi. Këtu. Ku është Shega? Ka dalë të luaj. Kam ardhur ta marr. Ajo do të rri me mua. E kam amanet nga jama në frymën e fundit. E nuk e le dot në duart tuaja. Ajo është vajza e Stefan Bardhit. Njerëzit nuk thonë që u gjojnëzua në thulla, por vajza Stefan Bardhit u gjojnëzua. Ti nuk e kupton në thull çfarë ke bërë me duart e tua. Ha, moj Dafine. Ha, moj Daskalic. Unë dua ta martoj, ta shtoj e ta trashëgoj. Ti mos ma merë për liksh. Po qupën nuk e le në duartët të tjerve. Pse unë çfarë jam? Ti nuk je si të tjerat, moj bi. Nuk je si të tjerat. Asu nuk e di se çfarë je. Si se di? Jam sonjese. Si që ke qenë edhe ti. Unë? Ti mësove Andonit, gjuhën, sjelljen e mirë. Pa ju nënat gjua jonë do i sharruar. Po të vi Shega në mësojtore do të bëhet nën edhe me mirë për fëmijët e saj. Jo, moj bia, qupën nuk e le në dorën tënde. Më digjet gjani, moj bia, edhe për ty, se dhe ty një nën të ka bërë, dhe unë e kam njohur edhe të. Largohu, Gjan. Largohu, bia ti kusht të nderi ytë. Ndryshe, të keqen do të na sjellësh. E kush e dinte se çfarë do të bënte vaki. Po jam oj nëna në thull, më thuj që më ka gjetur mua që më mallkuan. Nuk e frik ti, moj bi? Jo. Më mirë që e bari këte, ta marrin vesh të gjithë sa i smeret me punë të Zotit. Ti nuk je si të tjerat, moj bi. Nuk je si të tjerat. Asu nuk e di se çfarë je. Trime, nënës. Demoni që nuk përmbahesh dot me mallkuar që çan qenit. Bismillahirrahmanirrahim. Dhe ka këto. Ende ka. Državi. Së na i starite. Na Balkani. Dividite. Dividono.
Ditke, moj shpirt. Afrodita. Ditke, moj shpirt. Zgjo se do bëj mësim. Zgjo në zënëse ime vetme. Dhe Spoti dhe Osmani duhet ta kuptojnë se këtu bëhet mësimi shqip. Si thua? Fillojmë? Aha. Pa ma përsërit pak emrin tënd. Afrodita. Afrodita. Kjo është shkronja A. E shikoni nxënësit e mia të dashura. Afrodita po fillon të mësoj emrin e saj. Kjo shkronjë në gjuhën tonë këndon, hedh valle. Pa përsëriteni. Afrodita. Pa përsëriteni. A. Zotëri, ju nuk mund të hyni brenda. Zonjush. A mundet të më bërni pak mësim? Elif, B, C, Gjim, Jazi, hesap. Zonjush, doni të them të vërtetën? Unë erdha vetëm për fytyrën tuaj të bukur. Solla bukën, zonjushe. E ke nga nonka. Thoma vëlla, si i ke fëmijët?
Ah, more Stefan, mirë i kam, më pa quratën. Po ti më i nëna Petrikës. A i martove të tëra qupat? E martova të keqen e martova. Të trashëgon. Faleminderit keqen më pa qurat. Po ty bre Vanjo, a tu këthy e nepi nga syrgjyni. Ah, mor Stefan, që më pyet për hallet dhe dertet e mia? Të falër ju kërkoj vëllezër dhe motra. Zemëra ma deshte të flisja me ju vatër më vatër, po turku ju djek shtëpin, po ta marrë vesh si u shkel të pragu. 6 vjetë u bën që nuk ju kam parë. Dushmani në ndoqe në dëgdisi largë, dhe ju e dini përse. Ngratë Shqipëri në thiri, dhe ne ju përgjigjëm, sepse luftojmë për këtë truall, kurse hasmi nuk në letë mësojmë as gjuhën tënë. Por ne gjua e mamës në kam bajtur gjallë deri tani, dhe s'na kanë tretur. Stefan Bardhi. Prandaj vëllezër pa hapim shkollat tona. Mallkim. Që të rrojmë, të mbrodhësojmë e të lumturojmë. Mallkim. Me të shenjtëruarin e më të lartin qëllim kemi Shqipërinë. Mallkim. Asnjë mallkim nuk e se atë që punon për më mëdhen. Dërgojeni fëmijët në shkollën e vashave. Qandarë, zaptie, fare keqet, prisni! Ata e fshen njërsi, unë nuk e arritot. Mjaft, qenë mjaft, ti e letë dik për para ungve. Unë jam njeri i pa fuqi, njërsi. Fuqin tënde e ti Zoti, edhe Zoti thot që ti mund të vrasësh. Thuaj që do të vrasësh, për ndryshe i qajvë mitë. Të gjithë flasin për mësonjtore e Shqipe. Aha, të gjithë flasin, aha. Ti Shqipëri më jep nder. Më jep emrin shqiptar. Zemrën ti ma gatove. Fillove me dëshirë e zjarr. Mësojnë se kur do ta fillojmë skolinë? Nesër. Rodhe, në matë që më vodhe se kisha timen, e kisha të botës.
Nuk pas herën ti ka jo? Akoma, zonjushe. Ne po shkojmë nga Anthulla se kam mbetur vetëm. Ku vaj ti shega? Ajo shkoj përpara, më zonjse. Natën e mirë. Natën e mirë. Natën e mirë. Mos u mërzit të keqen. Prap do të ndërtoj. Pijet keqen. Kajo, çfarë bëre? Pa u thara koma plagë e kësaj dore. Kjo dorë do të marr hak. Kajo do të paguaj, zonjushe. Teo Stefan! Oj, ditë ke vogël. Po si jam e ditë ke mirë? Mirë. Atë keqen të gjaj. Gjaxha. Qetëso, bi. Qetëso. Ata në dojgjën në shkollën, Gjaxha. Më thanë. Sa të kam pritur. E ti. Po ti duhet që ndrosh edhe e vetë, mama. Të kujtohet kur ishe e vogël dhe të merren në kara të rrotullonja. Po. Të kujtohet si më pyet. A përmbyset qielli dhe toka? Përmbysej vërtet? Jo. E po atëherë, zerës edhe sot nuk kanë të vërtet për ty as mallkimet, as flakët. Mos i po hobi dhe të dalësh e fituar. Isha unë që të thash, ruaj e vetë.
Ja mund që të them. Harroje. Harroje, bi. Po që kemi lullës? Veta pa gjufka. I ka Gjoxha Stefani gjufka të tua. Ja të kike, merri. E valla. Si? E valla. Jo, po ne kemi fjallën tonë shqip. Faleminderit. Faleminderit. Ashtë. Bëre mirë që erdhe. Bisedohet me kapetan. Ata kanë përgatitur planin, do ta thonë edhe vetë. Po ti kujdes dhe ruaj vetën. Mos ki merak. Mësojse, përsi më bojnë disa lule? Se pa afron dimrin. Ka lule dhe në dimër, zonjushe. Hopa! Hipe dhe ti, zonjushe. Sa vjeç jeti ka jo? 25, zonjushe. Po kam dalë fare i rimaleve. Mua më duket vetja shumë e moqë. Një ditë e jona është sa për 100 vjetë. Kam dy thinjat bardha thonë që janë fatë. Çfarë ke? Asgjë, zonjushe. Asgjë. Mora vesh që shkolla e vashave u dojgjë. Një fshatar jam. Perëndia të dhënë të bekimin. Unë erdha të bëj vetëm një pyetje hirsi. Koka ime dhe koka jota janë barabar për para plumbit hirsi? Çfarë? Po të na vrasin hirsi, një kokë kam unë e një kokë ke ti. Paravolitë nuk janë bërë për gojën tënde, o njeri. Unë jam një e ti e një. E plumbi kë lakmon më paru nuk e di. Komitët paguajnë vetëm me plumba hirsi. E ti këtë e di fort mirë. Karar? Karar, hirsi? Ju lëshoni letë, zoti Mytesarif. Edhe era dhe në shkollës ju lëshuat nga frika e kryengritjes. Kaçaku me erdi në zemër të natës, brenda në dhomë, si shpirti mallkuar. Se nga yri, a i e di. Po për këta ju nuk e vini ujtë në zjarë. Ndërsa për pengimet, donit më vini mua për para. Dhe mos harroni se a i që është për para edhe plumbin. E ju po bëni një kryengritje të vogël, si? Kë preferoni ju, zoti Mytesarif? Kryengritjen time të vogël, apo ringjalljen e kryengritjeve të mëdha të shqiptarëve? Zgjidhni e merrni. Kësaj radhe shkaku do t'jetë një femër. E çfarë të bëj, mirësi? Ju mund të bëni shumë edhe sheshazi. Për këtë erdha. Dhe duhet filluar nga tek mësonjësja! Shumë e bukur zonjëza, 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 shumë e bukur zonjëza.
Shumë e bukur zonjëza. Biri nënës. Keni gjuhë shqipe. Erdhi fundi. Vëllezër, ktheuni. Kisha në e mbylli derën. Biri nënës. Të mbyllën derën, o bir. Të kam allkuar dhe spoti, o biri nënës. Unë jam ajo që ju njëzova dhe spotit, o bir. Dhe ja që popën dhe spoti për mua. Falë, o biri nënës, falë. Bir. Shpjeren i djale në shtëpi. Do të avarosim në obor. Do me thënë, ju zonjushe e bukur, kini lidhje me rebelët. Stefan Bardhi është armiku kryesor i perandorisë. Dhe ja tani, na del përpara një armike. Se cili përpiqet të mprojë jetën e tij. A mund na thoni juve kush umron? Ne të gjithë mprojmë jetën e njëri tjetrit. Ti bashkëpunon me njerëz të rrezikshëm që duan të soptojnë perandorin ton. Për këtë mund të jetë në gjyq. Ju nuk keni asnjë provë, asnjë fakt, asnjë dëshmitar. Po tjetë ashtu lipset unë t'ju hell në gjyq, sepse unë i ndjeva pranë plumbat. Asnjëri në dynja nuk ka për të besuar këtë. Dhe do të dish, ti tani rrezikohesh nga plumbat e fshet. Mos harroni se unë kam një rade nga sultani. Zonjush! Unë kam menduar gjatë për të gjitha. Tu shpëtoj nga gjyqet, nga rreziqet e vdekjes. Dënimet për rebelët janë nga më të ndryshmit. Edhe që të gjithë poshtë kanë firmën e pati sultani që ka dhe i radeja juaj. U mundova gjatë dhe rrugë më thmi nuk gjeta. Nesër, në mëngjes, ti duhet t'i jesh larguar nga qyteti. Anthullë, moj! Alli dhe vafti nuk është që të presim. Da fili qupë, ja ku ke vani këtu në vend babaj, dhe anthullë në vend të nenës. Kërkoj dorën e dafinës për ti mbirë. Nuk se do të mbajmë dhe s'kanë që të në bëjnë. Buri në krata ketë dhe syri tërë të mos i bëjnë. Nuk më ka erdhur radha nën të martohem. Të hapim sojtore njerë më vonë. Po ju mos mërzitni. Nuk kanë për të lënë kështu Gjasefani me shok.
Baulet. Kini haruar baulet, zonjush. Mund të kthejmë ti marr? Patjetër. Mos harroni dhe llambën. Mund të ecë pak në kam? Patjetër, zonjush. Shokët e mia rreth rrotull. Ti thuash mi të Sarifit se po largoj mësuesën nga qyteti, koka e tij fluturon e para. Oficer i rojës! Më thoni, çfarë kam bërë që sidheni me mua si me një të bërgosur? Çfarë faji është? Tu mësosh vashave të shkruajnë gjuhën e memës? Mund të ktheheni, zonjushe. Ju nuk e dini se zonjusha ka një rade? Një rade nga sultani plotfuqishëm? Të kam porositur. Zoti më... Kanar! Tani u sosu i te gamiles tende. Më falni zonjushe që kini dali këtu në mes Migjelisit. Po kur qenë ka puna këshu, do të kishit ardhur tek unë. Ka rënë brymë, po vjen e ftota. Lulet po thahen. Si ishin lulet kur erdhe? Të hapura plot ves. Sa ditu bën që atere? Ditë s'ko qitësh numrat? Di. Jepi. 1, 2, 3, 10, 20, 30, edhe unë pres, edhe ti hesht. Edhe unë të ushqej, edhe të hyrë në porç. Edhe unë mbyll një sy për ty. Edhe ti bëj sikur s'kupton. Po të gjitha, ke për t'i larë këtu. Këtu janë shënuar borgjet e reja dhe të vjetra ati është burgu. Perëndia nuk i do njerëzve frikacak. Mua më duhet koka e Stefan Bardhit. Ja ku e ke bukën gjuhët e shpini sot daskalicës. Merë edhe nisu. Nuk vete ta vras.
Jo, nuk vete. Nëse keni parë që vëmë? Ta shi sa dolli më di. Po papaj, ku është?
të largohem. Po nuk do qëndrosh për mësojnëtorët? Po për mësojnëtorën do të vi një tjetër. Pastaj, unë do të shkoj andejza, nga malet. Do të vitet shomur, Kajo. Do të vi. Mendohu mirë, zonjush. Andej ka vetëm uj burimi edhe erë pishe. Jam menduar, Kajo. Jam menduar. Ato nuk mbarohen kurrë. Mere. E kam kujtim nga mama kur më përcolli maleve. Lam të mirë. Çfarë kërkonin këto njerëzit e Perëndis? Po, vim nga anës e duam të shpijem mirësisë një dhurat nga prifti ynë. Po tani është shumë vonë dhe hirësia... Hape derën? Do vetë këtë spoti. Mos duaj bandit. Si nuk të shtira do të në dorë Stefan Bardhi. Do të lemruar me njerë valu i manastirit. Për të ndryshe... Komitët paguajnë vetëm me plumba, Hirsi. E ti këta e di fort mirë. Mos bëj më kato njeriu i Perëndis. Se do të përpijnë flakët e ferrit. Do të t'jap florinj. Sa të bësh këtë ndi për jetëve. E pat folezën tuaj? E pa! Tani ne do të ngjitemi lart në male. Po do të vim prap. Këtë radhë ne u sollëm më shënjtore. Po radhën tjetër, e dini se ç'do t'ju sjellim? Lirin! Çfarë? Lirina!